Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini vaj ulliri me limon dhe do shpëtoni nga këto probleme shëndetësore përgjithmonë. Mjekësia alternative është bërë jashtëzakonisht të popullarizuar viteve të fundit. Ajo mund të përmirësoj shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe të trajtoj një gamë të gjerë të sëmundjeve dhe të gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Largimi i toksinave dhe gjithashtu i mbetjeve nga trupi juaj është mënyra më e mirë për të mbajtur nën kontroll shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas ekspertëve, zorrët, mëlçia dhe gjithashtu veshkat janë organet më të rëndësishme përgjegjëse për detoksikimin trupor. Vaji i ullirit nga ana tjetër edhe lëngu i limonit janë dy përbërës me beneficione maksimale në procesin e detoksifikimit. Këta dy përbërës do t'ju ndihmojnë ju që të jeni më të mbrojtur nga gjendjet e rrezikshme shëndetësore si inflamacionet, sëmundjet, infeksionet dhe të largoni të gjitha toksinat. Për t'i arritur të gjitha këto, duhet të dini të kombinoni përbërësit në raportin 1:1, përzjeni ato dhe konsumoni përzierjen e arritur në baza ditore. Prej shumë vitesh, njerëzit e kanë përdorur recete natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe gjithashtu të trupit. Kjo kur konsumohet esën në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë për të patur një shëndet optimal. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe më pas ta përzjeni atë me një lugë gjelle vaj ulliri dhe më pas ta pini atë rregullisht. Përfitimet e kurrës me vaj ulliri dhe limon. Detoksifikimi i trupit. Përzierja mes të vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin tuaj. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është gjithashtu i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit me limon është një kurrë e vërtet natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit. Problemet me reumatizmën. Sekreti i procesit të kësaj kurre kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë kurrë rregullisht me stomakun tuaj bosh, do të filloni dhe do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kurrë njihet si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit gjithashtu ka një efekt laksativ, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo recetë natyrale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi juaj mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen pikërisht vaji i ullirit. Intoksikimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë. Duke konsumuar kështu lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit së bashku me vaji i ullirit në mënyrë të rregullt do të pastrojnë shëndetin tuaj të mëlçisë. Lëngu i limonit gjithashtu rekomandohet edhe për problemet me tretjen, aciditetin në stomak dhe njëkohësisht ky lëng ka efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur ai konsumohet esëll. Ndërkohë nga ana tjetër shërben edhe për lëkurën.
flokët dhe thonjtë. Vaj i ullirit së bashku me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit të cilët njëkohësisht kanë thonjë të brisht dhe kanë akne dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe gjithashtu njollat në lëkurë. Vaji i ullirit së bashku me lëngun e limonit gjithashtu rekomandohen edhe për të trajtuar zbogthin në flok duke masazhuar me të përpara larjes. Ndërkohë, vaji i ullirit me limonin kanë vlera të tjera shëndetësore të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Kjo stinë është koha e dur që ju të përfitoni nga kurat e natyrës duke konsumuar edhe recetën me vaj ulliri dhe limon. Kur zgjoheni në mëngjes, a ndiheni të lodhur dhe njëkohësisht pa energji, në qoftë se përgjigja është po, atëherë jeni në vendin e duhur për të zbuluar se si ju të keni më shumë gjallëri. Sekreti qëndron tek këto dy ushqime fantastike. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe më pas ta përzieni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Nuk do të hiqni dorë prej saj, kjo është e sigurt. Shqipëria është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe agrumet më të mira që ju mund të provoni në jetë. Gjithashtu, ky lëng mund të ndihmojë organizmin tuaj që të pastrohet nga të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes ju do të ndiheni më të rifreskuar dhe njëkohësisht plot gjallëri. Kjo formulë magjike është përdorur në mbar botën që në lashtësi, qytetërinë të shumta besonin tek kjo përzierje dhe aftësitë e këtyre dy produkteve për të shëruar një sër probleme shëndetësore. Të gjithë e dimë që vaji i ullirit është gur themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit ofron acidet yndyrore të cilat na mundësojnë të luftojmë kolesterolin e keq. Për më tepër, ai është një instrument i fortë për të larguar edhe të gjitha toksinat nga organizmi juaj. Për më tepër, vaji i ullirit duhet të jetë pjesë domethënëse e ushqimit të shëndetshëm. Ekspertët thonë se nëse ju kombinoni vaj ulliri së bashku me lëngun e limonit, atëherë ju do të përfitoni një lubrifikant natyral i cili do të ndihmojë në zbutjen e mukusit tretës dhe njëkohësisht do të riaktivizojë funksionet e mëlçisë dhe të fshikjes. Kjo kur kaq e thjeshtë por shumë efikase e mbron organizmin tuaj duke aktivizuar antioksidantët të cilët largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe njëkohësisht kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe zbrapsin substancat e këqija nga trupi, mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë e dimë që vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore të cilat janë shumë të rëndësishme për t'i dhënë shtysë pozitive të gjitha organeve dhe për të larguar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit dhe limoni gjithashtu kanë fuqi të panumërta shëruese të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare, lufton reumatizmën. Ky kombinim i fuqishëm ka veti antiinflamatore dhe nëse e konsumoni këtë lëng çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, do të zbusni dhimbjen e kyçeve. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim për të mbuluar të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten në rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.